Përshëndetje, TikToku, Honda, Pantheon, 125 kubik, motori slidon, kërcet, nuk hecën, shive pra se që ndodhë, afrohu ta shikojmë bashkërisht. E kemi thënë që motorat në qytet i prishin freksionet, rrypet, variatoret, po ta shikoni flanxhën e rrypit përpara, këtu ka lënë viza, totalisht, tregon shenjat e slidimit. Këmbana, që shikoni, ka marrë ngjyrë vjollc, është nxirë, është degraduar totalisht. Gjithashtu dhe çepat e motorit, shikoni pra, si janë bërë, shive rrypi. Rrypi na ka lënë shnedin, edhe nga brenda, po të shikoni, është hapur dhe është plasaritur komplet. Bëjmë dhe variatorin e motorit, dhe çfarë ndodh me këtë. Edhe variatori komplet. Këtu pjesa e variatorit duhet të jetë komplet e drejtë. Kjo ndërkohë është me gropa, me kanale. Ndaj që e kemi thënë shumë herë, duhet të jeni të kujdesshëm për mjetin tuaj, sepse çdo gjë është me kilometra, asgjë nuk është e përjetshme tek asnjë lloj motori. Sot e motorizojmë me fraksion malosi. Shikoni pra, kemi thënë që malosi është një nga fraksionat më të mirë në planet. Ndaj që duhet të jeni të kujdesshëm për mjetin tuaj. Ky motor është i motorizuar me grupin e Hondës Sh, Honda Sh legjendari që është nga viti 2001 deri në vitin 2012, është me të njëjtin motor. Në vitin 2013 ka ndryshuar totalisht qoftë nga pjesa e dizajnit, qoftë nga pjesa e motorit. Pra, këto lloj grupesh janë që nga viti 2001 deri nga viti 2001 deri në vitin 2004. Honda është prodhuar me grup me karburator, nga viti 2005 deri në vitin 2012 është me injeksion. Ndaj që pak a shumë kanë gjithë njëjtat probleme, kujdesuni për mjetin tuaj. Faleminderit.